Diona dhe pranvera magjike. Një mëngjes të bukur pranveror, Diona u zgjua dhe vendosi të shkojë në luginën afër shtëpisë së saj. Por ku Diona ecte mbi livadh, diçka e çuditshme i tërhoqi vëmendjen. Një rrugicë e fshehur me petale ngjyrash të ndryshme. Ndërsa ecte, takoi fluturën. Niste erdhi Diona. Ne kemi nevojë për ndihmën tënde për të zgjuar luginën e pranverës. Diona, bashkë me bretkosat kënduese, ndihmoi që kënga e saj të dëgjohej kudo në livadh. Me zogun e vogël, shpëtoi disa petale që kishin ngecur në deg, dhe së bashku me fluturën shpërndau ngjyrat e luleve në të gjithë pyllin. Kur e gjithë lugina u mbush me ngjyra dhe gëzim, fluturat vallëzuan, zosht kënduan dhe Diona ndjeu një diçka të veçantë brenda vetes. Kur vepron me zemër të pastër, çdo gjë që pret bëhet më e bukur. Çdo pranverë, Diona ishte gjithmonë personazhi që sillte gëzim dhe ngjyra në rrugë.